Presidenti i SBA-ve Donald Trump ka urdhëruar një bllokadë totale dhe të plotë të gjitha cisternave të naftës të sanksionuara që hyjnë dhe dalin nga Venezuela, shkruan The Guardian. Në një postim në Truth Social, ai tha se qeveria e Nicolas Maduros është shpallur organizate huaj terroriste dhe akuzon për vjedhjet aseteve amerikane. Trump e akuzoi gjithashtu Caracasin për terrorizëm, trafik droge dhe trafik njerëzor. Sipas tij, prania ushtarake amerikane do zgjerohet edhe më tej dhe do të jetë e pranishme si kurrë më parë në histori. Deklaratat vijnë një javë pasi SBA sekuestruan një cistern nafte pranë brigjeve të Venezuelës. Shtëpia e bardhë Hasania, e quajtur Skipper, ishte e përfshirë në transport të palishëm nafte dhe do dërgohej në një port amerikan. Qeveria venezueliane e hodhi poshtë veprimin duke e cilësuar kërcënimin e Trump si grotesk. Presidenti Maduro akuzoi Washingtonin se ka rrëmbyer ekuipazhin dhe ka vjedhur anijen. Administrata Trump ka akuzuar vazhdimisht Venezuelën për kontrabandë droge dhe tha se ushtria amerikane ka goditur 10 objektiva detare të dyshuara muajt e fundit. Paralelisht, SBA-t kanë vendosur anije luftarake në rajon, përfshirë aeroplanbajtsen USS Gerald Ford në detin e Karaibeve. Kongresmeni demokrat Joaquin Castro e quajti bllokadën detare një akt lufte dhe paralajmëroi reagim në Kongres. Ai tha se ligjvënësit amerikanë do të votojnë një rezolut që i kërkon presidentit të japë fund armiqësive me Venezuelën. Administrata Trump e ka akuzuar vazhdimisht Venezuelën për kontrabandë droge dhe që nga shtatori ushtria amerikane ka vrarë të paktën 90 persona në sulme ndaj anijeve që pretendohet se transportonin fentanil dhe drogra të tjera të palishme në SBA. SBA-ja nën presidencën e Trump dhe ish presidentit Joe Biden e ka kundërshtuar qeverinë e Maduros për vite me radhë dhe kanë bërë presion që ai të largohet, duke vendosur sanksione të rrepta. Në një njoftim të paprecedent, autoritetet amerikane kanë shpallur një shpërblim rekord prej $50 milion për informacione që çojnë në kapjen e presidentit të Venezuelës, Nicolas Maduro, të akuzuar për udhëheqjen e një rrjeti të gjerë trafiku ndërkombëtar droge. Sipas Departamentit të Drejtësisë dhe Atij të Shtetit, Maduro ka bashkëpunuar me organizata të njohura kriminale dhe terroriste për të futur në SBA sasi të mëdha kokaine, shpesh të përzier me fentanil, duke shkaktuar humbje të mëdha njerëzore. Ky veprim shënon për shkallëzimin më të fundit në përpjekjet e Washingtonit për ta sjellë Maduron përreth drejtësisë dhe për t'i dhënë fund, siç e cilësojnë ata, sundimit të tij të terrorit.